Presidentja e vendit Gordana Siljanovska-Davkova nga New Yorku me mesazhe drejt Bashkimit Evropian. Sipas saj, kërkesa për ndryshime kushtetuese nuk ka asgjë të përbashkët me kriteret e Kopenhagës, por në kërkesat që vijnë nga fqinjt, ajo thotë se rruga drejt Brukselit i ngjan një maratone. Në marrëveshjen për BE-n, marrëveshjen e Lisbonës, në Kartën e të Drejtave Themelore do të lexoni se BE-ja është krenare që përfaqëson një njësi në diversitet dhe se respekton identitetin kulturor dhe kombëtar të kombeve dhe shteteve dhe vetoja lidhet me këto fusha. Do ta kuptoja veton nëse nuk respektojmë sundimin e së drejtës, por jo për çështje që janë ad acta në një shoqëri demokratike, si identiteti që është e drejta jon për vetvendosje. Legitimiteti ynë rrjedh nga qytetarët. Nëse ndryshojmë kushtetutën për shkak të vullnetit të disa shteteve anëtare, atëherë në preambul do të duhet të shkruanim ne, populli dhe komuniteti ndërkombëtar, dhe kjo nuk është e drejtë. Gjithashtu, besoj se BE-ja ka një kushtetut, ajo nuk është kodifikuar, por dokumentët që përmenda kanë rëndësi dhe forcë konstituive. Ndërkaq kreu i VMRO-DPM-s përcolli mesazhin se nuk do të lejojë të vendosen linja të kuqe që do të pasqyrojnë konturat e një tradhtie të re. Гледаме зашто се борат нашите противници. Гледаме дека нашите противници повторно се обидуваат со трикови и празни декларации да го измамат народот. Најавуваат некакви црвени линии за Бугарија, но во суштина знаеме што вредат и колку траат нивните декларации. Нивните црвени линии, вакви или такви, препознатливи или непрепознатливи, нема да дозволам да се црвени линии кои ќе отсликаат контури на ново предавство во иднина, ако им се дозволи да го реализираат нивниот план. Për liderin e LSDM-s, Venko Filipçi, rezultata e tyre për pozicionet kombëtare të vendit në procesin e eurointegrimit është dokumenti më patriotik që është dorëzuar ndonjëherë dhe kërkoi nga pushtetit që të mos e refuzoj. Ова е еден од најпатриотските документи кој што бил понуден на оваа политичка сцена изминатите повеќе децении, поради тоа што отвара простор и врата да се конечно постигне национален консензус за нашите црвени линии. Зашто ние утре нема да преговараме со Европската Унија? Kujtojmë se Maqedonia e Veriut mbetet e ngujuar në rrugtimin drejt BE-s, shkaku i kontestit me Bullgarinë fqinje. Vendi duhet i bëjë ndryshimet kushtetuese që përfshin futjen e bullgarëve në kushtetut si kusht për të vazhduar rrugën drejt BE-s. Për ndryshimet kushtetuese nevojiten shumicë prej 2/3 në kuvent, për të cilën deri më tani nuk ka vullnet politik.